Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të gatuajmë së bashku petulla të cilat mund t'i përdorni si një ide për syfyr gjatë muajit të Ramazanit. Është një recetë shumë e thjeshtë që përgatitet shumë kollaj, mund t'i përgatisni që në darkë dhe gjatë kohës së syfyrit i keni gati. Petullat mund t'i përgatisni dhe më pas mund t'i shoqëroni gjatë kohës së syfyrit me djath, ullinj, vezë, reçel, çaj, pra me ato produkte që ju keni në shtëpinë tuaj. Është një recetë shumë e thjeshtë, përgatitet shumë kollaj dhe petullat në fund fare dalin shumë të buta dhe nga brenda ngelen bosh. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e petullave. Një lugë gjysmë çaj me krip. Krip do të shtoni sipas dëshirës dhe nevojës. Pasi keni shtuar kripën, në tas do të shtojmë edhe një lugë gjysmë çaj me baking powder ose mund të shtoni një lugë çaj me sodë buke. Edhe më pas në tas do shtojmë edhe 2 filxhan me qumësht. Filxhani që unë kam përdorur është filxhan që merr 125 ml. Edhe në fund fare në tas do shtojmë edhe miellin. Në total unë kam përdorur 3 gota e gjysmë me miell. Gota që unë kam përdorur është gotë 220 ml. Më pas të gjithë masën e përziejmë mirë dhe do të formojmë një brumë të butë, por që nuk ngjit në përduar. E përzieni mirë miellin me të gjithë përbërësit e tjerë dhe formoni brumin. E punoj mirë brumin me duar derisa në fund fare duart na shkëputen lehtësisht nga brumi dhe në këtë pikë brumin e keni gati. Nuk ka nevojë fare që ta lini brumin që të pushoj, por direkt brumin do ta ndajmë në 2 kuleç të mëdhenj dhe më pas e presim në forma. Nëse doni mund ta hapni edhe direkt kështu siç është, por për ta pasur procesin sa më të thjesht, unë e kam ndarë në 2 kuleç të mëdhenj dhe më pas secilin kulaç e kam hapur në formën e një pete me trashësi mesatare. Siç e shikoni edhe në video. Dhe më pas secilën petë e kam prerë në forma katrore të vogla. Mund ta prisni edhe në forma të tjera duke përdorur forma biskotash ose si të keni dëshirë. Pasi format e petullave i kemi prerë, tani do të vendosim në zjarr mesatar një tigan me vaj. E lëm vajin që të nxehet në zjarr mesatar dhe kur mendoni që vaji është gati, do të shtojmë aty të gjitha petullat. Kur t'i hidhni petullat në vaj, do të shikoni që ato do të fillojnë dhe të fryhen në pjesën e tyre të sipërme. Pasi petullat marrin ngjyrën e tyre të kuqëremt në pjesën e poshtme, i kthejmë ato dhe në krahun tjetër. Dhe më pas, pasi petullat marrin ngjyrë të kuqe të lehtë në të dyja krahët, i heqim petullat dhe i vendosim në një pjatë ku mund të shtroni edhe letër kuzhine. U asiguroj që këto petulla nuk thithin vaj fare dhe në fund fare dalin vërtet shumë të mira.
Tani nuk na ngele gjë tjetër veç se t'i servirim ato për familjen tonë. Unë e solla këtë recetë si një ide për syfyr, por ju mund t'i përgatisni edhe për mëngjes për fëmijët tuaj apo edhe në raste të tjera, pasi me të vërtet dalin shumë të mira. Në këtë rast, unë i kam përgatitur për syfyr, dhe gjatë kohës së syfyrit kam serviru gjithashtu edhe vezë të zjera, ullinj, perime të ndryshme, reçel, ara dhe çaj. Ju jeni të lirë të shtoni produkte që ju keni dëshirë. Dhe më besoni që në këtë mënyrë ju përgatisni një syfyr të plot që ju mban të ngopur gjithë ditën. Shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni se në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.